Ju thatë që me polisterol dhe me lesh xhami, domethënë është rrezikohet. Tani, ata që kanë bërë në Tiranë me polisterol dhe me lesh xhami rrezikohet në Tiranë? Jo, tani sipas ligjit shqiptar, ju që jeni ndërtues, ligji shqiptar nuk e ndal ndërtimin me polisterol. Edhe Europa nuk është se ka hequr me ligj. Nuk ndalohet. Po sepse polisteroli është termoizolues. Po të respektohen disa norma, shmanget e rreziku i... Atëre ti si inxhinier, nëse ti do ta kishe në dorë, do ta hiqe izolimi me... Nëse do kem në dorë, unë nuk e përdor fare as polisterolit, as lesh xhami. Atëre me këto që janë, ti po ta kesh në dorë, do merr një nismë të kequr? Do të jem unë atje që të marr pjesë në atë ligjshmëri. Polisteroli do të hiqet nga veshjet e termoizolimit të pallateve të jashtme. Po të brendshme? Edhe mund të përdoret ku nuk ka rrezik, varet nga ambienti. Pra, në një dhomë që është vetëm beton, s'ka. Po patjetër. Nuk ka lidhje me këtë punë. Nuk ka lidhje. Sepse ai do prezencën e dhe katët e para. Urgjentisht. Do t'iqen, ë? Po shoqën dot katët e para, po ata mund ta shpjegoj edhe si skem si realizohet jo. Katët e para në fakt janë prezenca e një shkëndije që thon këta. Prezenca e një goditje dinamike, prezenca e ndezës një zjarri. Pra, ku ka aktivitet ekonomike, ose dhe elektrike, ose si të them, aktivitet shoqëror, ose tregtar, bën katët e para. Këto bën me një siguri të lartë dhe du të kenë specifiket e të tyre. Por unë, nëse do kisha në dorë, tani të do të hiqja polisteroli. Edhe leshin e xhamit. Kishte edhe një diçka tjetër. Këto duke qenë se janë me strukturë jo të natyrës gurit edhe qimentos. Lidhja e këtyre e polisterolit me faqen e tullave bëhet me një lloj ngjitësi silikon. Ai ngjitet bëhet dhe me upat që vendosen, rregull. Mbi këto mbastaj vendoset prap silikon, vendoset një rrjet fiberglass që quajnë ata. Një rrjet, po. Pastaj dhe ngjitet dhe mbi të bëhet grafiato. Por faktikisht... Po, e maj mend të kur thë grafiato, duke si macchiato. Ato vinë me kova të përgatitura, i bën një veshje disa milimetër, i gërvish pak dhe dalin shumë të bukura. Se ato grimsat janë me ngjyra nga më të ndryshme kristalesh edhe që japin bukuri. Dhe janë të forta. Por, pjesa e ngjitjes të polisterolit me tullën janë dy struktura të ndryshme, së cilët nuk i bashkjetojnë shumë se 10, 15, 20 vjet. Qa thua? Po, kështu që këto edhe Kosovën aty e kanë të mirëmbajtjes. Ky fenomen nuk ndodh ke lesh xhami. Ti zbulove një skandal këtu, domethënë, vetëm 15-20 vjet. Po nuk do të merres se kam marrë herë, nuk desha se kam një mik që ishte talentuar për këtë punë, po nuk donte të prononsohesh. Domethënë 10 deri në 15 vjet? Ja 20 vjet. 20 vjet rrojnë to. Këto janë dy struktura, po tani po të futesh brenda, edhe cilësinë e dobët që mund të jetë paralizuar, jo? Se mund të jetë 30 vjet, jo, po them. Po, edhe prezenca e lagështisë, do thënë ngjitja e polisterolit edhe leshje xhamit nuk realizohet siç duhet. Bile, po të vështrete, kjo që u doq, kur vjet lesh xhami... Ja, ju lutem regjia, ta shikojmë kështu si pamje? Po? Te kjo që u doq... Ja. Dikush nxori një copë të zeza, tha kjo nuk lejohet se digjet. Ishte një djaleri. Po? Ja, pamjet? Nga ato që binin, nga ato... Ka shumë mundësi që leshin e xhamit, se unë nuk shkova atje se ju mbrëm thot, se do kisha shkuar, ka mundësi ta kenë veshur me një lloj plastike tjetër që më digjet më keq se sa polisteroli bashkë me xhamin. Pra, analizat të vend do tregojnë që me çfarë lloj materiali është bërë kjo. O është bërë me polisterol, o është bërë me lesh xhami, o është përdorur dhe një veshje tjetër të një nga ata specialistë tha, kjo veshje që ka bërë këtë termoizolim nuk është e rregullt. Pra, tani, keqja këtu është natyrisht, është Kosova që juve do të ndërtimi. Tani, inxhinier, një pyetje ka unë, tani, me gjithë të thatë ju, mua po më duket Tirana si një eshk që vetëm s'ka kontakt me... Po e tillë është. E tillë është, po patjetër. Tirana është një eshk. Po jo, tani nuk flasim gjitho se janë metafora të mëdha. Një pjesë nga këto rrezikohen dhe duhet të jenë të kujdesshme. Një mënyrë shmangje është që katët e para të paktën, do të hiqet policia. Në lartësi të caktuar mund të vishet me pllaka dhe të shmanget goditja dinamike, të shmanget vendosja e zjarrit e tjera, sepse këtu nëse nuk do ishe ndezur një zjarr në katën e parë, ky nuk do kishe marrë flak.
Pra, atëre midis tyre 3 materialeve, që ne njohim se ka të tjera, polisteroli dhe lëshi xhamit janë një material që digjen dhe janë me bazë me lëndë organike. Ajo të janë kimikate nga silikon, nga silicim duke të del i lëshi xhamit. Tani, ky pallati se djegja ose flaka nuk u vu nga diçka, nga një shkëndije elektrike në pallat. Jo, është ndezur një zjarr rastisht. Është ndezur një zjarr, po nga minimarket. Janë gjëra që ndodhet, po këto faktikisht ndezja një zjarri, një goditje dinamike në një makinë, ose edhe një fëmijë që luan, këto janë gjëra që ndodhin në jetë, shumë. Jo, unë dua të ndalem këtu pak, sepse e ke vënë re inxhinieri që shqiptarët nuk kanë frikë nga zjarri, e ndezin dhe në rrugë, i vën zjarrin koshave, vdesi zjarrin poshtë pallatit. Po ai zjarr, po vajti ke polisteroli, mori flak gjithë iku. Pa është patjetër. Ajo është në familjen e Eshkës, bile që shpërthen si Eshka. Pra nëse Eshka e bën, kjo është Eshka. Ka një koncept që Eshka merr flak dhe e çon deri në fund njësat dhe transmeton flakën. Kjo është shpërthen si punë e benzinës. Si benzinë, ë? Po. Kjo është shumë e djegshme, janë të rrezikshme. Merr flak më njëherë. Tani, në këtë që ndodhi këtu, i kujt është fajtori? Po, unë duhet që vetë ta shoh me sy, të marr materialin, po atje u kam dyshime se këtu ne i dallojmë, më aplikoj sa mund i bësh dhe çonte një kimist ose një laborator dhe ndahet më njëherë. Po unë besoj që nëse nuk do ketë ndryrje të brendshme, gjykata ose ai prokurori varet nga ndeshmëria e prokurorit. Nëse ata i thonë ata që firma do t'i rregullojë të gjitha këto mos e nxirr të vërtetën, po lëre faji është jetim, nuk e di, varet se si do interpretohet. Nuk mund të ndryhym se çfarë do bëj prokurori, sepse nuk e kemi atë, po përqen i kujt është faji për faktin që u doshi pallat. Jo, faktikisht ndërtuesi ka respektuar ligjin e termoizolimit shqiptar. Shqiptar, është rregull me ligjin. Po, ai nuk e pengon që ky të përdori polisterol. Njëkohësisht ka përdorur dhe një nga teknikat e njohura të inxhinierisë, veshje, ngjitje të përkallëse e tjera. Do të ndërtuesi është në rregull? Jo, ai në rregull është, mersi. Problemi është ligjor? Nuk është ligjore, këtu ka mangësi ligjore. Pra, problemi është ligjor, se ai është brenda ligjit, brenda rregullit. Ai ka dhe një supervizor, i cili ka parë dokumentat, ka marrë polisterol me këto karakteristika. Që lejohen gjitha? Po, tani karakteristikat janë apo s'janë, nuk dihet se këto bëhen. Po të paktën t'i marrin mirëqenat. Të mirëqenat janë ligjërisht janë rregull. Po kjo, atë dalim ke. Po pse është në kërkim ai pasaj? Pyetja juaj. Po. Që ç'a do ndodh mbas kësaj se kjo iku. Kjo është baza. Kjo dram do bëhet bazë që të nxirret e vërteta dhe mbi bazën e të vërtetë të ndërtohet një ligjshmëri? Po. Kjo është atëherë sipas jush, ç'a duhet bërë? Unë besoj që duhet që të nxirret e vërteta se kush është arsye e kësaj, cilat janë materialet dhe karakteristikat e tyre kimike, fiziko-kimike, edhe termike. Termike po njëherë po. Dhe mbi bazën e këtyre besoj që të gjithë ndërtimet me polisterol do të kenë një broshurë se si do të realizohen dhe çfarë masa do të shoqërohet ndërtimi që tu mos ketë zjarrndezje. Natyrisht duke hequr në katët e para. Do të thënë, zoti Ngjëqar, ju po thoni që nga kjo ngjarje. E thatë juve faktikisht. Jo, ku do të shkojmë? Nga kjo ngjarje mund të shërbej si një manual që çfarë duhet bërë në të ardhmen. Jo, si më po është manual tamam, dhe ju po thoni ato që do t'i themi ne, do t'i thoni ndërtuesi. Ky do të jetë një manual konkret i teknikës. Tani e tutje për ndërtimet me polisterol. Që do të thotë që në qoftë se do përdorësh polisterol, do të marrësh këto masa, do të kesh këtë material me këto karakteristika dhe këto masa preventive që ai të mos digjet. Ndryshe do përgjigjësh ligjërisht. Tani, kam një pyetje të tillë. Okej, ndërkohë regjia është një fotografi, është njoftimi, ja, në Ledull këtu, në Ledullin e madh, nëse është e mundur regjia, ta shikosh këtu, inxhinier. Ja këtu. Tani, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, edhe u arrestuan. AC 54 vjeç administratori i kompleksit pallateve. RS menaxher e marketit në katrin e parë të kompleksit. EA inxhinier drejtor. Ky administrator që lidhje ka me zjarrin? Po. Nëse nuk do lejon të ndizeshin zjarre për ndezur, po ai s'ka lidhje fare. S'ka lidhje. Më fal. Administratori është një person civil që e administron këtë pallat mbasi është marrë në dorëzim nga shteti, mos gaboj.
Po. S'ka punë në administratori? Po, në qoftë se ka faj pëse më desdjarë këtë sepi, po, a i nuk e ruan dota dhe grupin e palatëve. Këtu fillon me njerë. Administratori, a fillon punë bas ka ndërtuar palatët. Pa diskutim. Bas është dorëzuar. Pa diskutim. Po qëli e ka i pëse di gjithë, a i mund tjetë një person, pëse mund tjetë një fermier, ka dalë në pension, ose një elektricist. Sa i thjesht lanë shkallët. Po a i merë masat për të mbjetuar, për tjetuar në komunitet, brenda disa regullat të pasërtisë. Tani, RS, 54 vjeç, menaxhere e marketit. Po kjo ka faj? Po tani, kjo mund tjetë përgjegjëse marketit, apo? Po. Edhe të zem një nga të shqitës, dy kanë zjerë sa arka për jashtë. Po, dhe i ka vën flakën. I ka vën flakën dikush që nuk ti... Kjo nuk du të lejon. Pa tjetër, po faktikisht ajo nuk është roje për jashtë. Duhet maketit dhe një roje nga jashtë, ajo do merret me punë brenda. Do të këtu fillon. Tani, 66 vjeç e A, inxhinier drejtuesi punimeve për ndërtimin e këtij kompleksi. Tani, drejtuesi punimeve, nuk e di çfarë është përzyer. Këtu ka një projekt. Po? Në rregull? Po? Ky projekt është i aprovuar, nuk e sepse inxhinieri mas i ka dalë e ndërtimi fillon punë. Në rregull? Ky projekt, në qoftë se lejon të përdoret polisteroli, ky polisterol me këto karakteristika, inxhinieri do përgjigjet e ka zbatuar apo jo këtë. Po. Faktikisht, përderisa është marrë dorëzim, për ky objekt është firmosur edhe nga supervizori. Ai mund të jetë pra i përzierë. Jo vetëm inxhinieri, po edhe supervizori, ai që e ka parë, që e ka kontrolluar. Ai për këtë paguhet, të verifikojë është zbatuar projekti apo jo, pa se si është zbatuar nga teknike dhe si... Tani, AF 46 vjet, administratori i subjektit që ka bërë punimet për fasadën e kompleksit. Ky po. Ky do të, po më besoj që këta të gjithë kanë dhe faturat. Që këtë polisterol e ke marrë në X vend me këto karakteristika. I ka apo si ka këto, dhe thatë jo lidhe me vajin e kikirikës. Dhe vajt e u lidhe. A janë brenda kritereve, a është brenda kritereve të cilësie? Se këta mund të kemë përdorë dhe lesh xhamjet, ose edhe një pjesë. E dyta, ajo mbulesa e veshjes, a ishe plastike që e nëzori ishe një djale të me një copë të zezë. Po. Qarë funksioni ka pas ajo? Tjetër, këta më duket një pjesë e këshim bërë dhe me plaka, ajo vje dhe skeleti plakave. Ajo ka dhe një gjë kështu duket e bukur nga jashtë, po shumë e bukur. Të mirë më qafë. Bukur duhet, po e të keqen e ka brenda. Tani, gjithashtu, nisi hetimi penal për shtetasit SA dhe EM punojse në market për veprën penale shkatrimi pronës nga pakujdesia. Po faktikisht ata. Dhe pronari i kompleksit e para këto mund t'jenë dy pastruse, këto në një cepet i kanë dhe zjarër. Tani, shiko, sigurisht që ajo është pjesa më e pa konceptueshme, por që ne jemi një shoqëri që s'kemi frikë nga zjarri, unë e thash, e vënd zjarrin mund me sukse edhe ngrohemi aty,